Mos si quaj ai dut se jam punëtor. Taksat e ulta që propozoni ju, në një vend ku disa janë pasuruar në kurisë të tjerëve, që nga kohë e Saliu II e deri ke Ramaj IV, është për të siguruar dhe garantuar, nëse ju vinin pushtet, ata që na kanë vjedhur për 12 vjetë. Në qoftë se këtu... Shka vjedhur të? Si përmarës të kanë vjedhur? Pa dyshim. Po jemur se ke gabim? Pa dyshim. Të kanë vjedhur ajdutët, jo si përmarës? Jo, e ke gabim. E ke gabim. Shqipëria, Edi Rama. Nëse ti jeton në një Shqipëri shumë më të mirë se ajo e 91-shit, bete në restorante shumë më të mira, bete në hotele më të mira, ke shërbime më të mira, Andi. Duhet të falenderosh ata si përmarësit që kanë marrë mundimin, kanë marrë riskun, ata nuk janë ajdut, po ngatron ajdutët e pushtetit me si përmarësit e ndershëm. Nëse ti nuk ka më bukën e zezë të 91-shit, po kur vetet e fura e bukës tani zgjedh, është fal, ai është zhvillim fal si përmarrësve, Andi. Dhe mos i quaj ajdut se nuk janë ajdut, janë njerëz që punojnë, që kanë ngritur Shqipërinë nga ajo që peti dhe unë në thënjëshi në atë që është sot. Mos i quaj ajdut. Jo, mos i quaj ajdut se aq pak sa është bërë, e kanë bërë ata. Dhe mos i quaj ajdut se kanë bërë ata, Andi. E kanë bërë ata me punë. Mos i quaj ajdut. E kuptova që po votuesve mos i quaj ajdut, Andi. Mos i quaj ajdut se jam punëtor.